Në një nga përshkallëzimet më të ashpra të viteve të fundit në kufirin Indi, Pakistan, trupat e të dyja vendeve janë përfshirë në një natë intensive zjarri në vijën e kontrollit që ndan Kashmirin. Në anën pakistaneze 4 civil humbën jetën dhe 12 të tjerë mbetën të plagosur në zonën kufitare, ndërsa autoritetet vendore e përshkruajnë natën si jashtë çdo norme. Në pjesën indiane të Kashmirit një grua humbi jetën në sektorin e Urit dhe 2 civil të tjerë u plagosën. Prej të mërkurës, numri i viktimave civile në Indi ka shkuar në 17. Forcat indiane akuzuan trupat pakistaneze për përdorim të artillerisë së rënd mortajave dhe armëve automatike, ndërsa reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Përshkallëzimi nisi pas një sulmi tragjik më 22 prill ndaj një zone turistike në Kashmirin indian ku mbetën të vrarë 26 civil, shumica turistë. India fajsoi Pakistanin për mbështetje ndaj sulmuesve ndërsa Islamabadi e mohoi çdo përfshirje. Pas sulmit, India kreu sulme ajrore ndaj disa objektivave në territorin pakistanez që sipas saj përdoreshin nga militantët. Islamabad thot se sulmet lanë 31 civil të vdekur dhe pretendon rrëzimin e 5 avionëve luftarak indian, një pretendim që India nuk e ka pranuar. Të njëjtën të dy shtetet raportuan sulme me dron ndaj njëri tjetrit, por akuzat u mohuan reciprokisht duke bërë të paqartë shkallën e përfshirjes. Frika për një përplasje më të gjerë po rritet mes komunitetit ndërkombëtar ndërsa thirrjet për vetëpërmbajtje janë shtuar. Kufiri i gjakosur i Kashmirit vazhdon të mbetet një pikë e nxehtë e globit, këtë herë më i paqëndrueshëm se kur më parë.